Jam bërë bashkë për të prezentuar dhe nisur krijimtarinë e tyre artistike në një javë të shënuar, duke sjellë fotografi dhe ngjyra të bukura në shumë objekte publike. Janë nxënësit e shkollave të mesme të Gostivarit, të cilët në udhëheqjen e studentëve të artit të Universitetit Shtetëror të Tetovës për 2 ditë radhëzisht bukuruan muret e shkollave dhe institucioneve tjera publike dhe më pas për të çelur një ekspozitë të përbashkët në ambientet e Qendrës për Kulturë, e cila tërheqë jo pak vëmendje si për numrin e pikturave, ashtu edhe cilësinë e shumë prej tyreve. Njohësit e artit thonë se gjithnjë duke u bazuar në punimet e tyre, ata janë në shumë talent dhe do të jenë e nesërmja artistike e Gostivarit. Sipas dekanit të Fakultetit të Artit në USHT, Muamer Sadikut, mundësia dhënë atyreve për të promovuar vete nëpërmjet ekspozitës ka një rëndësi të veçantë, pasi do t'ju shërbej si motiv për të ecur përpara, kjo edhe për shkak se flitet për të ri. Ai uron që këto evente të bëhen traditë në qytetin tonë. Edhe pse është kohë e shkurt, por ka një domethënie shumë të madhe, me që është hera e parë këtu në Gostivar ku mirret kjo iniciativë dhe shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë promotorët e këtij organizimi, ku të gjitha mbishkrimet, vandalizmat, nacionalizmat apo termat vulgare janë rikthi në vepra artistike falë angazhimit të studentëve në bashkëpunim me nxënësit e shkollave të mesme të komunës së Gostivarit. Nga ana tjetër, organizatorët kanë faleminderuar artistët e ri për mbështetjen e dhëna, ndërsa kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë më tej dhe të jenë prezent edhe në aktivitete tjera. 15 student dhe rreth 30 nxënës të shkollave të mesme komunale realizuan pra aktivitetin e radhës që quhet Talking Walls ose ndryshe muret që flasin. Ky aktivitet kishte për qëllim që të gjitha vandalizma dhe të gjitha pra ato vizatime me përmbajtje të gjuhës të urrëties të mbulohen dhe të zëvendësohen me vepra arti, pra që i japin një bukuri qytetit tonë, mirë po që njëkohësisht pra promovojnë dituri dhe lehtësi. Gjithashtu ky aktivitet ka për qëllim që t'i avancojë talentet e rinj dhe të rinjt të promovojnë, pra ta promovojnë talentin e tyre dhe të pra t'ju krijojmë një hapësirë që gjithashtu studentët e artit dhe nxënësit e talentuar të shkëmbejnë pra eksperjenca dhe idetë mes tyre. Ekspozita erdhi si një bashkëpunim në mes nxënësve të shkollave të mesme dhe studentëve të cilët po kalojnë artin e tyre pikrisht tek këta të ri, duke nxitur zgjerimin e rrethit të pikturës si një art që prezantohet gjithnjë më shumë në qytetin e Gostivarit. Në ekspozitën e mbrëmshme u prezantuan 15 vizatime të realizuara nga gjithsej 15 studentë dhe 30 nxënës. Ekspozita e përkrahur nga UNDP-ja ishte pjesë nga aktivitetet javore të Këshillit Rinor të Gostivarit, nëpërmjet të cilave shënohet një vjetori i themelimit të këtij këshilli.